Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Fillojnë ditë interesante tani në janar, pikërisht në datë 17, një nga partitë opozitare ka shpallur protestën, ajo Arlin Qori, me datën 19 do ta ketë RTT Klaba, dhe me datën 24 e ka shpallur zoti Berisha, i cili në mungesë një kohezioni të pagjetur me këto parti tjera opozitare, ka vendosur të mbaj vetë një protestë me datën 24 janar. Kuptohet një datë edhe ajo që përputet me kalendarin politik të vendit. Me datën 22 kemi seancën në kushtetuese pas padisë kryeministrit, ndërkohë që me datën 28 pritet të hapet edhe kuvendi. Po, ndërkohë, çfarë kemi vënë re? Kemi vënë re një zbutje të gjuhës së Sali Berishës sa i përket raporteve të tija me Spakun, duke e të kurrur atë vetëm në një emër, në atë të Altin Dumanit. Por ama pikërisht në këtë kohë, nga Spaku, tashmë i drejtuar nga Klodian Brau, kanë nisur ose janë zhvilluar disa seanca pyetësore me eksponent Partisë Demokratike lidhur me kuvendin e rithemendimit pra të 11 dhjetorit vitit 2021. Një padi e cila aty mbriti pra në Spak pikërisht nga Gazmen Bardhi, i cili sot është për krah Sali Berishës. Dhe për këto temi këto paradokse do të flasim sot me ftuarit e mi. Ndrit Hoxha, antar i kryesisë Partisë Demokratike. Mbrëmë Hoxha, faleminderit që më sot. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi si gjithmonë Bërsita Gjikoni, mbrëmë Bërsita, Roland Beko, mbrëmë Landi dhe Martin Lega, mbrëmë Martin. Ndrit, ti ishe një nga dy personat që udhëtiret nga prokuroria e posaçme për këtë çështje, pari që zoti Belin Klishi, pastaj edhe ju, do ishte shumë kuriozitet i fortë ju pyesa se çfarë u pyetet aty? Shiko, në raport me drejtsinë, unë e kam thënë gjithmonë, edhe do ta them dhe sonte dhe do vazhdoj ta them dhe nesër për këtë gjë. Që në momentin që unë kam kandiduar për kryetar të Bashkisë së Vorës, i kam bërë thirrje prokurorisë posaçme të hetoj pasurinë time dhe të kundërshtarëve të mi politikë. Sepse unë mendoj që çdo njeri që merret me politikë duhet të kemi një transparencë të financave të tij, se sa mund të jetë pasuria, si i ka bërë, janë të justifikuara apo nuk janë të justifikuara. Jam thritur në cilësinë e personit që mund të kem dieni në lidhje me organizimin dhe financimin e kuvendit të 11 dhjetorit, që u bë në stadiumin kombëtar atëherë Air Albania që është sot, dhe pa diskutim kam dhënë për kontributet e mia çdo gjë të justifikuar, shumat arsyet pse, dhe nëse do bëhet sërish ai kuvend, sërish do jem një nga donatorët e Partisë Demokratike. Apo jeni thirrur si një nga mbështetësit e organizimit të kuvendit? Si një nga donatorët e mundësimit të kuvendit të 11 dhjetorit. Që në gjykimin tim, unë pavarësisht që për mua drejtësia duhet lënë të bëjë punën e saj, me të mirat dhe me të këqijat e saj, unë e kam thënë gjithmonë që brenda asaj prokurorie, që ditën e parë që ajo prokurori është ngritur, ka njerëz me shumë integritet, ashtu siç ka dhe njerëz të cilët përdoren për interesa dhe arsye të ndryshme nga politika, kryesisht dhe vetëm nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Por kjo nuk do të thotë që aty nuk ka njerëz me integritet dhe ne duhet i lejmë këta njerëz që... Ndërkohë Ndrit, zoti Berisha ka reaguar për këtë dhe ka lidhur çështën me hetimin e pasurisë së fëmijëve të tij, duke anatemuar përveç zotit Dumani edhe prokurorin Kraj, që më sa duket është prokurori që po heton këtë çështje atë. Shko, e shkuara e zotit Kraja është e pamohueshme dhe pa tjetërsueshme si ish funksionar i sistemit të kaluar komunist. Dhe fatkeqësia më e madhe në këtë vend është që dikur ata që kanë gjykuar familjen time për 45 vite, fatkeqësisht sot kërkojnë të bëjnë dhe drejtsinë e re, duke thritur trashëgimtarët e tyre për tu pyetur përpara prokurorisë posaçme. Ndërsa për sa i takon çështjes se për çfarë është hapur ky hetim, në të thënë drejtën, as nuk e kam pyetur, as nuk më intereson asnjë lloj gjë, sepse jam shumë i pastër përpara drejtësisë dhe sa herë të më thrasi drejtësia, do përgjigjem dhe do shkoj të jap shpjegimet dhe arsyet për çështjet që mund të më thrasin. Faktikisht, unë pres të më thrasin sërish, sepse kam bërë disa denoncime
në prokurorinë e posaçme, ku kam 3 kallëzime ndaj kryeministrit të vendit të faktuara për shpërdorim detyre. Dhe mund të them një pjesë, sepse pjesën tjetër të deklarimit nuk mund të them për shkak të hetimit që po bëhet, por për pjesën e mbylljes deklaratës time, këtë gjë mund të them që kam mbajtur shtim aty dhe kam thënë që pres nga ju të më thrisni për çështjet që unë kam denoncuar ndaj kryeministrit vendit një dhe gjithashtu për kërkesat që unë kam bërë për hetimin e pasurisë për çdo politikan në Republikën e Shqipërisë. Indrit, një gjë e fundit para se jap fjalën kolegëve të mi. Fakti që gjendeni aty për shkak të një padije të bërë nga një funksionar aktual i lartë i Partisë Demokratike, i cili ishte përballë jush atëherë tani është për krah jush, duket si një karmë blu. Shko, për personazhin... Që ju kthehet, themi, juve dhe zotit Berisha nërko. Për personazhin në fjalë, unë personalisht që mbas humbjes 2021-shit të Partisë Demokratike, kam dhe do vazhdoj të kem po të njëjtin mendim të cilin e kam bërë disa herë publik dhe këtu në studion tuaj. Dhe nuk i ndryshoj asnjë presje mendimit tim që unë kam ndaj personazhit në fjalë, i cili sot është kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo gjë mua nuk më shqetëson as pak, është mendimi im dhe unë e them, e kam thënë në strukturat e partisë, e kam thënë publikisht dhe do vazhdoj ta them, sepse në fund ditës unë prandaj jam i djathtë për të menduar lirshëm dhe mendimi ndryshe duhet të pranohet dhe ne të gjithë duhet të luftojmë që mendimi ndryshe të pranohet sa më shumë. Jeni dhe bashkim diversitet, kështu që unë kam qenë kundër atij bashkimit në diversitet, edhe qëndrimin tim mbledhjen e kryesisë kam qenë kundër asaj, pastaj pjesa e pranojnë as e pranojnë, për mua nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që unë jam ky që jam dhe kam mendimet e mia dhe nuk i tjetërsoj për asnjë lloj arsye dhe për asnjë lloj kompromisi. Në fakt, nëse më lejon të të quaj ti, duke qenë që ti ke qenë një linjës hard, pranë zotit Berisha që në ditën 0 edhe si një nga mbështetësit dhe vazhdoj të jemi, ajo që këvë e reo... Bilet duhet dhe theksuar. Duhet theksuar, po duhet theksuar e që tjetër, Beko, me shumë seriozitet, fakt që po të shikosh të takimet e zotit Berisha me bazën e militantëve, po ja evidentojnë këtë. Pra le temi, takimet e zotit Berisha janë me njerëzit e ti më tafër, pra edhe në bazë. Pra edhe në bazë duket që ka një sens kërkim llogaria ndaj zotit Berisha për ato që po ndodh ose ka ndodhur mbas 2022-shit kur ai mori Partinë Demokratike sërish. Pra, edhe në Lezhë sfundmi, por edhe në foltorën e Tiranës doli një djalë nga Durrësi, i cili realisht vila ditë që ju ishit që u thirrën spak dhe ju dhe zoti Kliçi, a ditë doli një djalë shumë artikuluar, me thënë vërtetën bërë shumë përshtypje pozitive, që ja tha zotit Berisha në sy, pra në mes sheshit Bes Bulevardit, që për zgjedhjet e tua që ke bërë që janë të gabuara. Pra le temi ka dhe një reflektim edhe të bazës militantëve ndaj kësaj gjëje. Që unë e shoh pozitive me thënë vërtetën. Takimet që zhvillon Berisha janë realisht, siç e thatë ju, me njerëzit më të afërt ti, me ata që besojnë më shumë dhe ata të cilët vazhdojnë ende ta shikojnë Berishën si le themi instrumentin i cili do të zgjidh problemin që kanë demokratët, pra t'i nxjerrin nga opozita t'i sjellin në pushtet. Mirë po, kemi vënë re që ata, nga dashuria e madhe që kanë për Berishën, vjen pak në siklet në mënyrën se si duan t'ja thonë atë të vërtet, po prap gjinë mënyrën dhe ja thonë. Mirë po, shkojnë maksimumi deri tek zëvendësimi disa emrave që vinë direkt pas Berishës, të paktën në hierarkinë statuore të Partisë Demokratike, siç është sekretari i Lezhë ata pak më trosh se kaq. Me përjashtim të atij në Lezhë, i cili ja tha që kaq të vështirë keni ju që të trashëgoni, domethënë diku tjetër, me një fjalë të rriqeni ju e ta lini partinë diku tjetër. Pse? Sepse tani është ajo që kemi thënë, ka arritur piku i ngopjes. Do të thënë, pasi humbën gjithë këto zgjedhje dhe pasi shpresa ishte shumë e madhe, sepse u rit pritshmëria në foltoret e Berishës, të zhgënjyer natyrisht nga Partia Demokratike e drejtuar nga Lulzim Basha deri në 2021-shin, ku
ishin bërë gati realisht për të marrë pushtetin dhe humbja që relativisht e butë, le të themi, sepse 30.000 vota që diferenca, 80.000 vota tjera ishin të pavlefshme dhe duke ardhur zoti Berisha i njohur si një figurë karizmatike e fortë në konceptin e tyre, në idenë e tyre, njëri i ndershëm që strazohet me të keqen i viktimizuar, ndërkohë se u kthye pas kohës që ishte shpallur non grata e tjerë, u krijua një lloj uniteti fort rreth figurës së Ali Berishës dhe narrativa e zotit Berisha ishte e tillë që ju premtoi shumë, ju tha që unë për 6 muaj nëse do të jem kryetari i Partisë Demokratike ju sjell në pushtet. Mirë po, kaluan kohë, humbën zgjedhjet lokale, humbën në zgjedhjet e pjesshme, humbën zgjedhjet e përgjithshme, edhe disa të pjesshme më parë, dhe tani ata e kuptojnë që situatën reale të zotit Berisha, e kuptojnë, jo se zoti Berisha nuk e di situatën reale zoti Berisha e di, por e ballafaqojnë dhe me ato që Berisha ju premtoi, nuk i mbajti ato premtime, jo vetëm që si sollin pushtet, po dhe brenda Partisë Demokratike, as nuk e bëri Partinë Demokratike më demokratike se ç'premtoi, as më të madhe, as më të bashkuar, dhe shikojnë që përtej Partisë Demokratike është e djatha dhe përtej gjithë djathës është një elektorat shumë i pakënaqur nga qeverisja socialiste, dhe këta nuk mlidhen rreth Partisë Demokratike. Dhe këtë kuptojnë gjithë, se jetojnë në të njëjtin mjedis, Shqipëria është e vogël. Kështu që presioni ndaj zotit Berisha sa vete dhe bëhet më i fortë brenda partisë. Por dhe ata që kanë qëndruar dhe qëndrojnë afër zotit Berisha, se kemi edhe një palë tjetër që nuk preferon të shkojë më në takimet e zotit Berisha, pavarësisht se janë brenda Partisë Demokratike, që është një fenomen i ri që ndodh në Partinë Demokratike.